Si të pastroni mikrovalën dhe ta bëni të shkëlqejë me një përbërës natyral. Nëse jeni në mesin e miliona njerëzve të cilët zotërojnë dhe përdoren një mikrovalë, ndoshta e dini se ajo mund të përbëhet edhe nga pjesë të bezdishme kur është fjala për ta pastruar atë. Por tani mund të relaksoheni dhe të merrni frymë lehte sepse ne ju njohim me një recetë e cila do ju bëj edhe më të lehtë pastrimin e saj. Merrni një tas të vogël dhe shtrydhni disa pika lëng limoni, rreth 1/8 ose 1/4 e filxhanit. Plotësojeni atë me ujë rreth gjysmë filxhani dhe nëse keni limon të freskët, shtrydheni gjysmën e limonit. Vendoseni tasin brenda mikrovalës dhe gradoni mikrovalën për 5 minuta në temperaturë të lartë. Pas përfundimit të gradacionit, lini tasin brenda për rreth 2 deri në 3 minuta më shumë dhe prisni avullin të bëjë magjinë e saj. Më pas, largoni tasin nga mikrovala dhe pastroni yndyrën dhe papastërtitë me një leckë mikrofiber dhe rezultatet do ju befasojnë.